Assalamu alaikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miqa në mban botës. Se na erdhët, të bafshin mirë. Dardan mirë se na erdhem. Jemi me 2 TikToka, i vjetri, ju lutëm kadal dilni të i riu. Rënët kujte bati, Muhamedit Abdullahut, Alaikum salam, toward the path of the God. Ditë në zemrat prej dashuris, besimtarët e gjithë botës, ty t'kanë dritë e gëzim. Mirë se na erdhët e selamu alaikum të nderuar miqa në mban botës ku do që jeni. Mirë se na keni ardhur në emisionin ton të radhës në shkollën e diturive kuranore. Hajde tap edhe bani like, bani ma shumë të ky TikTok-u i ri, jo të ki vjetri, ju lutëm. Aleikum selam Morina vëllam. I ke unë thirit, faleminderit Medina për zemrat, për lutjet, për të gjitha. Aleikum selam amë. Morina, aleikum selam. Hajde dhe njerë derë të Andinin të dëgjën. Andin Rando Brava. Bujar, aleikum selam vla nderuar. Nonë name, të disa herë ta kum po mjute, po kësaj here me të vërtet e meriton blokun me pas, se s'po merë vesh. Shumë fjallë të ndyta po i folë, po mirë që i kam filterat e s'po i shohin njerëzit me ju s'mi u prish. Giga Qad, aleikum selam, disponimi. Pat vim të nur për të krijuar, ndër krijesat ai ty zgjodhi, ja Resulallah. Ti moj me ke nderuar, lumë për ty në ty ka lindur, ma i madhi pejgamberve, ylli dashuris. Jam betue për besnikri, Resulallahu ton, më shumë se vetën në këtë botë, Resulallahu në shumë e dojnë. Ajde ju lutëm Medina, këto lotët e tua u pofshin dëshmi para Resulallahut, që ti shumë e donë. Inshallah takohesh me to në xhenet. Grohen zemrat prej dashnis, besim
botës, ty t'kanë në ledrit. Nuk të duhe për besnikri, Resul Allahu ton. Me shumë se vetën në këtë jetë, Resul Allahun shumë e dojnë. Muhammedi Mustafaja Abdullahut, sinonimi i mëshirës, Zotit të gjithësis. Dashnie jem betue, Muhammedin ta pasojmë, gjerët e kroji i Kautherit, ne do ta tankojmë. Gjerët e kroji i Kautherit, ku do ta tankojmë. Gjerët e kroji i Kautherit, ku do ta tankojmë. Kaloni te TikToku i ri. Hajde ta vendosi këtu. Gjerët e kroji i Kautherit, kur do ta takojmë. Përshëndetje, paqja e Zotit qoftë mbi ju, të nderuar miq. Siç po e shihni, Zoti në Kur'an ka përmend tre lloje të njerëzve. Besimtari, jo besimtari dhe hipokriti. Prandaj për hipokritët, thotë janë e urdhëron Zoti, i thot profetit, ke kujdes shumë prej hipokritëve, të na i thënë munafikëve, apo hipokritëve dyftyrshve. Prandaj është shumë e rëndësi që mos me i marrë veset e hipokrizisë, sepse dyftyrshi thot sado që i bën Zoti, po thot planat e veta, ai mund të ta mashtroj, hipokritët shtihen se po mashtrojnë Allahun, por ata thot janë duke mashtruar veten, pra. Por dje më pyeti dikush kur kemi probleme, shpirtnisht nuk ndihemi shumë mirë, jemi shumë të ngarkuar, dhe çka me bë. Dhe unë ju kam tregu të etën zakonisht, është një lutja e Kumelit, të cilën mund ta gjeni në YouTube, te dielli pas reve, lutja e Kumelit. Pra lutja e Kumelit janë 10 faqe, po mendoj 10.000 pas kam këshyr, është 13 minuta, 15 minuta 20 kjo lutje. Për ndryshe, kjo lutje lexohet çdo të ete dhe i ka disa fjalë shumë domethënëse, dhe kjo e shkarkon prej traumave, prej stresit, prej gajleve, prej ngarkesës, prej shtypjes psiqike, kur e keni jetën shumë të rëndë, atëherë ju preferoj ta lëshoni lutja e Kumelit. Është një lutje tepër e mirë, që unë do ta lexoj në gjuhën shqipe veç disa fjalë. O Allah, të lutem me mëshirën tënde që përfshin çdo gjë. Mandej thotë, kjo çdo të ete lexohet për këtë lutje, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi to dhe familjen e tij, ja ka masuar të martën dhe të premten jelive. Elina, po mendoj me qenë të martën edhe të ejten, apo të premten mire ki, por e ejten do të hy vetëm për shkak kësaj duaje, ose vetëm do ta lëshoj pra, që ju ta dëgjoni, është lutja e Kumelit, për ndryshe është lutje që mund ta gjeni te dielli pas reve,
faqja Dielli pas reve është në YouTube, shkruhet lutja e Kumelit, që këtë zë e ka, është lutje tepër e mirë. وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء O Allah, të drejtohem me kërkesën e më të varfrit dhe më nevojtarit, ashtu si që kërkon vetëm ai që ka dëshirën e madhe për të drejtuar ty. O Allah, pushteti ju madhroft, pozita jote u lartësoft, fuqia e pushtetit tënd është e fshehur për të azgjësuar dredhit, fuqia jote është fitimtare, plot fuqishmëria jote është prezente, kudo, ikja nga gjykimi yt është i pamundur. O Allah, posteja askënd nuk mund ta gjej për të mi falë mëkatet, as turpin të ma fshih, as veprat e këqija të mi shëndrojnë në të mira. Është një lutje tepër e mirë që profeti ja mëson Imam Aliut edhe i thotë, Imam Aliu pastaj ja mëson shokut të tij Kumeilit, prandaj edhe emrin e ka, surja e Kumeilit, lutja e Kumeilit, i thot o Kumeil, po ta jap një lutje që ta lexosh thot çdo ditë. Po nëse nuk mundesh çdo ditë, atëherë një herë në javë, që preferohet me lexu çdo të ejte, sepse dita e ejte është ditë natë e bekuar, natë ku përgatiten njerëzit për ditën e xuma. Dita e premte është ditë e festa e javës, dhe në ditën e premte Zoti i pranon lutjet tona shumë ma shumë se sa ditëve tjera. Prandaj ditën e ejte, mbrëmje, duhet me kalu me lutje, por para lutjeve normal që duhet të kemi pak pendim. Dhe pas pendimit vjen lutja. Prandaj kjo lutje Kumeilit i thot Imam Aliu Kumeilit, shokit të vet, thot nëse nuk mundesh me lexu çdo natë atë një herë në javë, nëse edhe ato nuk mundesh një herë në muaj, nëse edhe ato nuk mundesh një herë në vjet, nëse edhe ato nuk mundesh atë një herë në jetën tënde. Prandaj kush e lexon këtë lutje, ne keni lutja e Kumeilit, mandej është në gjuhën shqipe, pra përkthimin e kam ba unë, ja kam vendos në gjuhën shqipe. Prandaj kush e lexon këtë lutjen e Kumeilit e ndin veten shumë ma lehtë, edhe kam ju ardhur edhe me çaj, sepse të çajturit e pastron zemrën e njeriut e tjera e tjera. Keni lutje, Parzmorja e Madhe, që për shembull kjo. Parzmorja e Madhe është një lutje tjetër. Kur vin prej luftës, Imam Aliu, shokët e vet, profeti Muhamedi ishte i ulur, duke pushu edhe e sheh Imam Aliun me atë parzmorën, një rumbullak që shtu i metalt. Dikush e ka këtu në gjoks, krejt hekër. Edhe i sheh ushtarët shumë të lodhur edhe Imam Aliun duke u kthy prej luftës të përgjakur të lodhur, edhe i thot të profeti Muhammed, o Ali, paqja qoftë mbi to, eminenti, thot, o Ali, thot, largoja atë parzmorën e randë që e ki, se do ta jap një lutje parzmore e cila do të mbroj nga të gjitha të këqijat dhe do të ndihesh shumë i lehtë, i mirë. Kjo pra është parzmorja, e keni në kanalin tim Iqbal Huduti, shkoni te playlist lutje viz Parzmorja e Madhe, që ta dëgjojmë njërën.
emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirshëm. O përgatitësi im gjatë vështërësisë, o shpresa ime gjatë besimit tim, o qëtësuesi im gjatë vetmisë ime, o shoqëruesi im në vend të huaj, o mbrojtësi im në gjendjen time të mirë, o ndihmësi im gjatë fatkeqësisë, o udhërëpyesi im gjatë mëdyshjes sime, o pasuruesi im gjatë varfërisë sime, o vendstrehimi im gjatë turbullimit tim, o ndihmuesi im gjatë frikës sime. Ty nuk të mungon asgjë, e nuk ke nevojë për asgjë. O ti që nuk ka zot tjetër përveç teje, ndihmë, na shpëtoni edhe prej zjarrit, o Zot. Ndihmë, na shpëtonive prej zjarrit. Kur themi na shpëtonive prej zjarrit, nuk do me thonë kjo zjarri i asaj bote apo zjarri i kësaj bote. Po çdo gjë që t'jep ty siklet, që t'jep shtrëngim, që t'jep stres, që t'jep frikë, është një lloj zjarri që ty ta djeg trupin ton, mendjen ton dhe mendimet e tua, por gjithashtu është edhe zjarri i xhehenemit. Prandaj këtu kjo lutja parzmorja e madhe që janë 100 emrat e Zotit, çdo njëri emër e ka lutjen e posaçme. Prandaj ju preferoj ta dëgjoni këta dhe i lëshoni aty, domethënë playlist, kur ta lëshoni atër komplet lutjet i keni, ato janë shumë ma të mira, pasi që nuk keni libër për këta, ju kisha preferu ti dëgjoni dhe pas atyve vetëm thoni amin, amin. Pra vetëm dashtam ju tregu, mos e kuptoni, o Zot na shpëtoneve prej zjarit. Nuk është veç zjari që djeg, zjari prej gacës, po është edhe një zjari mbrendshëm që na e kemi kur jemi të stresuar. Prandaj dëgjoni me kujdes të fjalët, keni me pas sa ja lehtëson trupin. خلصنا من النار يا رب që lutja e 10 kur kërkojmë nga Allahu mbrojtje, furnizim dhe largim të brengave. Lutja 10, vetëm shutje lutja 10 i gbalë. Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirshëm. O bërës i çdo sendi të bërë. O krijuesi të gjitha krijesat. O furnizues me ushqim e çdo krijese me ushqim. O zotëruesi të gjitha pasurive. O larguesi të gjitha pasimeve të rënda. O heqësi çdo brengë. O mëshiruesi çdo të mëshiruari. O përkrahësi çdo të ndari. O mbuluesi çdo të mete. O strehues i çdo të përzemri. Ty nuk të mungon asgjë, edhe ti nuk ke nevojë për asgjë. O ti që nuk ka zot tjetër përveç teje, ndihmë, na shpëton neve prej zjarrit. Përshëndetje gratis. Fala, faleminderit. خلصنا من النار
kërkim falje, furnizim dhe plotësim të dëshira, nevojave tona. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëmadh. O falës i gabime, o largues i pësimeve, o Përshëndetje ati gjë. shpresave, o i madhi dhënës, o dhurues i dhuratave, Amin. o furnizues me ushqim i krijesave, Amin. o kryerës i qëllimeve të larta, Amin. o dëgjues i ankimeve, O Zot, dëgjoj ankesat e mia, këtu e thoni vetë o ankesat. lirivënës i robëve, Mjafton veç me ty mend. nuk të mungon asgjë, dhe ti nuk ke nevojë për asgjë. O ti që nuk ka Zot tjetër përveç teje, ndihmë, 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 na shpëton neve prej zjarit, ja Rab. El-Gawr, 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 خلصنا من النار يا رب. Tash e kemi edhe një lutje tjera kur ndihemi të rënduar nga problemet. Kur e kemi mendjen mbi ngarkuar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëmadhi. O Zoti im, unë të lutem ty me emrin tënd, o Allah, o mëshirëmadh, o i gjithë mëshirshëm, o bujar, o i qëndrueshëm, o madhështor, o i hershëm, o i gjithditur, o i but, o i mençur. Shiko, kur ti themi këto fjalë lavdëruese për Zotin, o i mençur, më jep mençuri, o i but, do me thënë kjo do me thënë, o Zot, më jep butësi nga mirësitë e tua, o i fort, o Zot, mi forco kamët e mia, ma forco shpirtin, trupin tim, kur të ndihemi të rënduar me këto probleme që ka i kam, e tjera, e tjera. Do me thënë, këto lutje janë shumë të thella, janë tamam kështu bashkë bisedim me Zotin. O Zot, thot, plotësomi nevojat e mia që i kam, dëshirat e mia. Ti nuk ki nevoj me i tregu rend, me i rendit aty dëshirat e tua, apo nevojat e tua, me të rritë standardi, furnizimi me qenë ma i madh, me pas një jetë pak ma të rahatshme, mos me prit mujin me muj, po me pas një jetë ma me respekt, ma me dashuri. Të gjitha këto i themi në ndijen tonë, në mendjen tonë, gjërsa tek lutjet themi amin, o Zoti, i plot fuqishëm, që po kthehemi edhe pak. Kjo pra është lutja e parë, kur ndihemi të rënduar. Për ndryshe këto lutjet i keni 100 emrat e Zotit me 100 lutje të vogla, të shkurta, të cilat janë të parapame për çdo lloj problemi që kemi, sidomos nëmër 1, ju kur e keni mendjen e rahatuar, qetësuar, zemrën me paqëruar, normal që juve do t'ju vinë edhe idetë e reja dhe mendimet e reja, dhe pa u pastru zemra prej mëkatit, pa u pastru goja prej fjalëve të rënda, që Allahu thot një person që shahet, që fyet, që flet fjalë të rënda, të fyet se Allahu nga koka e tij e largon mëshirën për atë person atë ditë dhe pret pendimin.
Prandaj, këto lutjet parzmorja thama jo hekuri, rumbullak, dikush e ka si katrore këtu hekur që e qetë për para dhe e vesh atë jaknën e luftës edhe shkon luftë edhe e në qose i bjerë shpata ose plumi është i mburoje. Prandaj këto lutjet janë direkt nga profeti Muhammed, pra nuk janë lutje që i ka shkruajt dikush apo filan fistiki. Shikoni edhe njerë çfarë lavdrata i bën Zotit me emrin e tij. Kjo është për largimin për kur ndihemi të rënduar prej problemeve. Faleminderit Haku. Selam aleikum. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirmadhit. O Zotim, unë të lutem ty me emrin tënd, o Allah. Amin. O mëshirmadh, o i gjithë mëshirshëm. Bën mëshirë në problemin tim. Kështu O i mendon me Zot. qëndrueshëm, o madhështor, o i hershëm. O i qëndrueshëm, o Zot, mi forco kamët në rrugën tënde, në rrugën në këtë punë, më jep forcë, pra. Këtë mënyrë, profeti e mëson Imam Aliun, thotë, lute Zotin me emrat e tij. O i plot fuqishëm, o Zot, më jep bre fuqi, se s'kam fuqi me kry këtë problem, me largu këtë problem. O i gjithditur, o S'kam i dijeni, butë, qysh me zgjedh këtë problem. o i menshë. O i but, njep pak butësi të kam në këtë zgjidhje të këtij probleme. O i mençëm, o Zot, njep pak mençuri, ta zgjedhë këtë punë, këtë problem, sepse kjo është lutja kur të ndihemi të rënduar nga problemet. Nuk e ki veç një, po një aty, trupi s'po të marrë. Ty nuk të mungon asgjë, dhe ti nuk ke nevojë për asgjë. O Pra ti kreti ki, o Zot, ty nuk të mungon as një send, o Zot, banu bujar bre, shtrije bre dorën tënde ndaj meje, as peshesa keq jama, o Zot, ndihmo bre, kjo është bashkëbisedimi me Zotit, kur filloni me fol me Zotin, atëherë Zoti çka thot, kur robi jem fillon me u bë i dashur tek unë, atëherë thot, çka të prek dora jeme ka me prek dora e ti, çka të sheh syni jem ka me pas syni ti. O ti që nuk ka Zot tjetër përveç teje. Ndihmë, na shpëton edhe prej zjarit. Ja Rab. Edhe njerë përse po e shoh që u rrit numri edhe aty edhe këtu, edhe njerë, kur themi ndihmë, na shpëton neve prej zjarit, nuk do me thonë ai zjari i këndellur që është në xhehenem, por edhe mund të jetë edhe ai zjar. Po këtu profeti kur e mëson Aliun, profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, ai kur e mëson Imam Aliun i thotë që ti çdo kush ka një zjar të mbrëmshëm këtë dynja. Nuk është ai zjari i gacës, po zjar në një farë mënyrë zjar që t'jep siklet, na thojmë ka ona Prizren, s'po di që shkon. Prandaj mos e kuptoni gjithmonë zjarin si zjar, por çdo gjë e keqe që të sjell ngatresë në shpirtin tonë, në trupi jot nuk është rahat, është zjar. Me në broma Altini. Habibi, unë jam muslimane, pasoj e hlibetin, jam edhe sunni edhe shiaj. Të dyjat, po mbirën muslimane jam me rëndësi. Këto tjerat janë, elhamdulillah që janë. Sepse përmes këtymve sunni shia na e kuptojmë rrugën e drejtë. Srpski Nikola nije potrebno sada, pošto smo svi Albanci ovdje. Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirmadhit. O zotëri, mbi zotëri, o përgjigjësi i... Kjo e dyta thot është kur kërkojmë mëshirë dhe përgjigje për lutjet e tona. Do me thonë, kemi një lutje, kemi një punë, kur qysh s'po na qelen punët, s'po na qelen rrugët, edhe po kërkojmë një isharet, ne thojmë një isharet, një sinjal me na dhënë Zoti për me na qelë rrugët, sepse shpesh ndodhet rastësisht, do me thonë tap të bjerë një ide, edhe problemi zgjidhet. Sania Berisha, aleikum selam, motër e nderuar. Pra kjo është lutja e dytë kur kërkojmë mëshirë dhe përgjigje për lutjet tona. Hajde të dëgjojmë për fillimit. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirmadhit. O zotëri, mbi zotëri, o përgjigjësi i lutjeve, o lartësues i gradëve, o ruajtës i të mira. Lartësues i gradëve, Zoti nuk të lën që aty gjithmonë në qatë shkallë ku je, se veç kafsha nuk ndryshon, po gjithmonë do të me kërku Zotit me ardhë sa ma shumë më ngrit në gradë të larta. Gradë, qëfar gradë? Me ju qitë qinat këtu, se jo, në gradë të larta shpirtërore, se sa ma shumë që ngritemi, aq ma afër Zotit jemi dhe aq ma mirë punët do t'i kemi. O falës i gabimeve, o dhënës i gjërave që të lype, o pranues i pendimeve, o dëgjues i zërave, o i ditur i të fshehtave, o sprapës i fatkeqësive, ty nuk të mungon. Shko, o sprapës i fatkeqësive, se mundën me ndodh fatkeqësit për fëmijët dhe jo vetëm për neve. Prandaj një nanë kur lutet në mëngjes, nuk do me thonë që lutet veç për veti, po krejt lutjet janë për tërë familje. Asgjë, dhe ti nuk ke nevojë për asgjë. O ti që s'ka zot tjetër përveç teje, ndihmë, 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 na shpëton neve prej zjarrit. Një 10 minuta porim. Edhe që kjo lutja shumë e mirë. خلصنا من النار يا رب. Që kjo tjetër, rregullim shtim dhe dobi në jetën tonë. Do me thonë, me na rregullu Zoti pak ma mirë jetën. Ka arë viti 2026, me thonë, o Zot të lutën, ndryshoma gjendjen time, o Zot të falenderoj për këtë situatë, për këto kushte, për këtë jetesën që e kam, po o Zot, po Sania Berisha, o Zot pra, këtu thot o Zot, ma rregullo bre jetën pak ma mirë, sepse edhe ma shtim edhe dobi në jetën tonë. Na i shtoll furnizimin e tjerë. E dashura motra Sanie, mundesh edhe tash me y, kjo është kanali im personal në YouTube, Ikbale Huduti, e ka një logo, një logo IBH, edhe emri jem është Ikbale Huduti. Që pra, kjo është. Me që pakës, ta ktheju në pasqyrën këtu mirorin të vaj. Për me ledzu të ma. Flip kamera. Që pra?
Apo shihni i bëhë. Edhe, kur shkoni të ky kanali jem, shkoni qëtu të playlist. Gjithmonë shkoni të playlist. Kur shkoni të playlist, pastaj këtu i keni që leximi i Kuranit shqip. Apo shihni, kjo është leximi i Kuranit shqip, kjo është hatmja e Kuranit, sonte që e lexu, pastaj i ki hisja e motrës, pastaj i kemi reklamat, ka hisja trashëgimia, Ramazani, lutja, duaja, shtigu elekuencës, që këtu e kemi namazin, që shme falë namazin në praktik, që ka falë Ehli Bejti, pejgamberi dhe familja e ti, që këtu pra, dhe e keni ma në fund që të lutjet, mundeni me gjetë të që të shëgjoj parzmorja e madhe. Lutje, shkruan aty lutje, parzmorja e madhe. Që kjo pra? S'po di që pika, veç pak se e turbut, që kjo pra? Që kjo e kaltërt, që këtu shkruan? Lutje, parzmorja e madhe. I shtyp këtu edhe të dalin komplet që to lutje parzmorja e madhe. Pra te Ikbal e Huduti, me qëtë fotografi, shihni e kaltërt, edhe pastaj shkoni te playlisti dhe shkruni lutje parzmorja e madhe. Ose për shembull dikush po ka shumë interesim për Ehli Bejtin, sepse xhallarët nuk folin për Ehli Bejtin, i kanë arsyet e veta, ose i kanë që aty një 3-4 tregime edhe mendojnë se i kanë kry obligimin. Prandaj shkoni te kanali im Ikbal Huduti dhe aty e keni playlist Ehli Bejti. Okej, ta vazhdojmë qëtë lutjen dhe për mbyllim kadal. Kur kërkojmë nga Allahu rregullimin e jetës tonë, me qitë man binar, s'jemi të kënaqur, s'po shkojnë punët mirë, fornizim s'po ka sa duhet, punë shumë, probleme, mos pajtime, ftofësi në familje, e tjera që kjo është shumë e mirë. Mirë po duhet me këtë lutje duhet me hy në kontakt, në bised me Zotin. Edhe nëse nuk bisedon me gojë, me bisedu me mendje, kur thu për shembull o Zot, plotësoma këtë dëshirë, e vizualizon atë dëshirën, ki dëshirë me pa vajzen se si po të martohet me duvak, ti s'ki nevoj me thonë o Zot, bon ma këta, vetëm e vizualizon atë dëshirën tënde. Edhe kjo është energjia tërhece, pra e tërhek të mirën, se plakat kanë thonë, përpara thëshin mës ndjell keq. Prandaj kjo është shumë e rëndësi që mos me ndjell keq. Që po vazhdojmë pra, kjo është shumë e mirë, lutja e 9, kur kërkojmë nga Allahu rregullim, shtim dhe dobi në jetën tonë. Okej, vazhdojmë. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëmadh. O Zoti, unë të lutem ty me emrin tënd, o dëgjues, o ndalues, o sprapës, o lartësues. O sprapës i të këqijave. Po pra janë në ngjorë shqipe. O ndalues i të këqijave, mjaftë mos, po ndryshon jetë si në 2025 edhe 26. Domethënë kreti merrni hyni thellë në këtë lutje. O bërës, o dobisjellës, o dëgjues, o mbledhës, o çiftëzues. O mbledhës i të mirë, o çiftëzues. O Zot, parmi fëmijët 2 martoi, çiftëzoi. Qose ai ka problem me pasuni, ka kafshët, i ka fermën e loptëve. O Zot, çiftëzoi, se në çifte Zoti sjell begati në shtëpi.
ajo në ndarje në shkurërzime. Prandaj o Zot çiftëzoji, o Zot bashkoji, o Zot O ndalues. ndaluesi së keqes, Sprapës. sprapsi së keqes. O lartësuar. O Zot, për sa ult jemi na, me mentalitet, me mendje, me gjitha, na lartëso, o Zot, na lartëso, na ngrit. Zoti ka thonë, ju kom kriju me ngrit shpirtnisht, sa ma shumë shpirtnisht edhe fizikisht jeni ma të fort, ma të mirë, ma të mençur. O bërës. O bërës, shka me bo, o Zot, ti mundesht pa mundshme me bo, bëne o Zot që të mirë për mu, përmendja Zotit, qaj, ngushtoje zemrën tënde, liroje në realitet, liroje zemrën tënde para Zotit, s'ki nevoj, kërkujve më anku, o Zot, që ma një furnizim ma të mirë, thot Allah në Kuran, me jetëkhillahe, makhrajan yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dhe thot Zoti, thot kur mbështetet robi vetë Zoti, dhe thot Allahu thot atij ja qel shumë dyer, qose ai për shembull i ka ndodhur një problem, edhe nuk është besimtar, edhe ai kapet për çat derë, për çat reze, vërce, për çat reze kapet. Ai Zoti po thot, o besimtar, unë të kom sprovu, je sprovu, ke marrë mend, lene mo, harroje, ka kalu ajo, hec se ti kum hap edhe 100 dyer tjera. Prandaj, na nuk duhet me qenë ata që veç rrim që aty edhe nuk e humbim shpresën. Shtu Zoti e pas ka shkrujt për mu. Jo, Zoti ka thonë hec, puno, lute Zotin, Zoti o bërës, o Zot, bëne bre të mundshme që ta për mu. Besoni njeri, sidomos mas 12-ve, kur luten i Zotit, edhe qaj loti ju i ka me qenë dëshmi, ama lutën i shpirtnisht, ajo dikush ju jep, hajtja do dua që aty arabisht, edhe i lexon kur gjo si kupton. Jo, me Zotin du të me fol, me Zotin du të me ndi, të mirën du të me thirë, me afru të mirën. O dobi sjellës. O dobi sjellës, ajtë sjell dobi. O dëgjues. O dëgjues, o Zotë, apo ma ndëgjon bre, nevojën time, rregulloma bre këtë jetë bre, largomi bre dushmën, o Zotë, mjaft mo me këto padrejtësi, o Zotë, aj nesër ti, kur që është mëngjes, aj ka me rregullu me engjëjt e vetë, këtë të punët e ka me rregullu për hatër tamë. O mbledhës. O mbledhës, o Zotë, mbledh me bre fëmin, ma mbledh bre familjen, ma afro familjen, sepse çdo kush kemi probleme, jenë ftofë, rinia, jeta është e tillë, mas teknologjisë, mas gjitha, na nuk duhet me i akuzu kërkon, as me i gjyku kërkon, as burin tënd nuk mundesh me gjyku, as gruja, as buri gruan, as gruja burin, s'kemi drejt na me akuzu e me gjyku njëri tjetrin. Sepse Zoti është gjykues, por na çka duhet, na fëmijëve ja mësojmë gjanat e mira, ja mësojmë, për shembull, ja ku mësu Kuranin, ja ku mësu fjalën e mirë, ja ka mësu mos me ofendu, mos me shajt, mos sjell mirë, me mbajt pastërtin, me pas respektin. Pejgamberi ka thënë, duani të vegjëlit, respektoni të mdhenjet, krejt ja ku mësu. Për shembull, edhe prap nona thot, valla unë s'jam e kënaqur. Ti nuk duhet kur me hup shpresën tek fëmia jot, po veç do të më thënë, hidajeti është prej Zotit, nuk është udhëzimi prej neve. Edhe nëse ti krejt ke dhënë për ata fëmijët e tu, ti nuk duhet mu demoralizu pse nuk i ki fëmijët ashtu që shke dëshirë. Se ndoshta ata një kohë kanë me qenë ma ndryshe se sa ti që ka ke dashtë. Por me dëshirën e Allahut thot, unë këtë dua e udhëzoj, e hidajeti, ja tregoj rrugën e drejtë. Prandaj nasi prindër kur nuk duhet me humb shpresën te Zoti se ai është të bues, ai është mbledhës i të gjithave. O bërës. Bane. O dobi sjellës. Sjella dobi. O dëgjues. Dëgjo më Zot. O mbledhës. O çiftëzues. Çiftëzues. O
shumues, O shumëzues, me shumëzu familjen, me martue, me linde, e tjera, e tjera. o sqelues, ty nuk të mungon asgjë, dhe ti nuk ke nevoj për asgjë. Ty edhe çka jep diçka, çka m'jep mu, ty nuk të mungon. Ti krejt i ki, o Zot, krejt sandet i ki ti. Andaj, çka të kërkoj une prej teje diçka, ty nuk ta paksoj, o Zot. Qoma, jepe bujarin tënde, tregoje bujarin tënde. Gjihadi, a ka mundësi, ju lutëm mos me lomotit me qëto fjalët e ndyta? Hajde ju lutëm shkonin, largohuni prej këtujt, s'po ju bëj blok, do shta merë një mend, ama largohuni, s'kemi nevoj për fjalë të ndyta. Që edhe ky davleti islam, ky gjihadi, ky musliman, davleti islam, krejt me fjalë të ndyta, katastrofë. Vese me pa diçka të mirë me këto emrat, daveti islam, thirrje në islam, fjalë të dyta, qafire për bën besimtarin që para 2-3 ore ka falë namazin. Pa pikë turpi. Vazhdojmë. O ti që nuk ka zot tjetër përveç teje, ndihmë, Faleminderit Haku. Faleminderit Haku. Pra ndihmë. Në shpëton neve prej zjarri, o zot. E kuptum pra, tash jemi këtu ma shumë të TikTok-u vjetër, pra kur themi ndihmë, o Zot, lutëm, ndihmo, o Zot, jam në këtë gjendje të vështirë, o Zot, të lutëm, ndihmo, më shpëto prej zjarrit, nuk është zjarri që ta kallë shtëpin, e ta kallë xhehenemi, është pjesë e xhehenemit edhe zjarri, po nuk është ai trupi jonë, që këtë trupi me qëtë qak, me qëto damar, me qëto eshna, ka një tjetër përbërje për atë botë tjetër. Prandaj zjarri është qaj sikleti që e kim brenda. خلصنا من النار يا رب. E që kjo është e fundit, do më thënë lutja 11, tash i kam gjithsej 100 lutje, i kam bë për çdo ditë jam të i vendos nga 2 pjesë. Për namazin, nga 2-3 pjesë gjatë ditës, pra që kjo është e fundit, veç një përgjigje t'ja jap, Elina, për namazin gjithashtu e keni në mënyrë praktike, shumë interesante, shumë lehtë, më kanë shkrujt me qindra persona në mesazhe, haptas këtu në YouTube, më kanë thonë kur më lehtë s'ka mundë me mësu faljen e namazit. Prandaj në këtë kanalin tim në YouTube, Iqbale Huduti, e keni këtu në playlist, shkoni te playlisti, edhe e shkruni e gjeni që këtu pra namazi. Që po e lëshojmë namazin e sabahut, për shembull, që çfarë mënyre? Emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Tani do të falim 2 rekat fars të sabahut. Mirë po, sabahu i ka gjithsej 4 rekat, nëse i numrojmë edhe sunetet. Sunetet nuk janë obligative, por vetëm farzet. Pra, 2 rekat sunet falet para farzit. Tani do të fillojmë me faljen e farzit të sabahut. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim, vendosa në emër të Allahit me fal, farz të sabahut, kurbeten ila Allah, me afru Allahut.
Allahu Ekber. Pra këtu e keni në ikbale huduti, e keni pra namazin se si falet në praktik. Vetëm e qitni telefonin, për para, edhe këtu e dëgjoni derisa se mësoni përmendsh, edhe çka të bëj unë e bani edhe ju. Ju pranohet 100%. Ani pse nuk I dini surët krejt, po tu e dëgju, tu ba ç'sh bëj une, ju keni me mësu me fal. Spaku, për fillim, ju kisha thënë, spaku me nis me fal namazin e sabahit. Mjafton. Apo kuptoni, mjafton. Faleminderit Sanie, po m'vjen mirë t'ju bëj shoqe nëse nuk ju kam. Follow back që ju bana, që në keni një zoj. Edhe filloni namazin me fal. Mirë, po keni probleme për shembull me kam. Edhe nuk mundeni me shku në seçte, për shembull, edhe unë e kam të kthyme kështu e kam kiblen, këtë pjesë. Atër ju çka bani? Bani rekatin e parë, që rinin kam, mundeni në kam me nejt, po s'mundeni mu ule mu qu, atër kur shkoni kështu në ruku mundeni, mirë po për me shku në seçde nuk mundeni se ju dhamin kam, se ka lloj smuje, atër rini ullur edhe shkoni kështu vetëm bani me isharete, kinë se po shkon në seçde, në tokë, mjafton, ose keni tavolin për para, që këtë rast I jep, edhe bëj seçde në tavolin. Apo kuptoni? Ose keni një kauç për para kauçit, këtu e ki karikën, këtu e ki tavolinën, nga të kauçin, atë dorëzën e kauçit, thesh ka kiblja, edhe që aty e bën seçdën, madje prap, rekatin e dytë, prap ngritesh në kam, prej karikës, jo prej tokës. Pra, është e leju me lloj mënyra. Në rëndësi është kur qohësh mëngjes, n'ora 8, n'ora 9, n'ora 10, mos e bën patjetër obligim që në mëngjes herët, n'ora 7, 8, n'ora 4, 5, 6 tash të po del drita. Nëse nuk mundesh, mos e bën vezvese me thënë valla s'po mundem edhe s'pe fali hiç. Jo. Filloja kur të mundesh, sa mundesh kur të mundesh. Pra, me këtë video keni me pas se shumë persona kanë thënë me të vërtet e kemi mësu me fal namazin pa pik problemi. Që pra dhe juve t'ju të regoj, se këtu të kjo pjesa nuk I të regova. Pra që këtu e keni, s'po bajka të kjo tjetra se kom pra pavije. Okej, ikbale huduti, dhe se ka prapavijen backgroundin këtë TikTok-u I vjetër, janë 50 veta, këtu janë 15. Ju lutëm kaloni të kjo pjesa e TikTok-u të ri, edhe ma boni follow, faleminderit Haku I Davidit. Ma boni follow, ju jam mirë njose, dhe sepse TikTok-u I vjetër do të mbyllet së shpejtu, dhe nuk jam duke postu. Gafur, move Gafur se jam nana e dikujt, shkote nana jo të thuja që të fjalë. Hajde ta dëgjojmë për fund që to, pra lutja e 11, e keni të Parzmorja e Madhe, te kanali im në YouTube, ma bani edhe aty subscribe, ikbale me k, ikbale huduti është një logo aty e bardh me shkronja zeza IBH. Ikbale Berisha Huduti. Po shkruan emri Ikbale Huduti dhe aty pra ma bani subscribe e pastaj gjithmonë videot e mia kur dëshironi me I shiku, unë I kom da në për rubrika. Dëshiron për Ehli Bejtin, e shkruan e playlist, aty tak e shtyp edhe aty dalin krejt videot për Ehli Bejtin. Mandej ato hecin rresht, po don për namazin, don për Ramazanin, don për mësime islame, don psikologji, dëshiron ilahie kaside që une I këndoj, e tjera kreti I keni në kanalin tim YouTube. Vazhdojmë me këtë lutja e 11 dhe e fundit për sonde, kur kërkojmë mbështetje, që ka thot Allahu Samet, kul huvallahu ehad, thuaj o ikbale, Allahu është një,
thot njëri, po thot unë e besoj bre që është Zoti la ilaha illallah Muhammed Resulullah, po para se me ra me flet, pse bre po duhet prap me lexu 3 herë kul huwallahun, 1 herë felekin, 1 herë nasin. Sepse surja Ikhlas apo kul huwallahu është surja e cila na përtrin neve besimin, sepse gjatë ditës na bëjmë lloj-lloj mëkate të vogla e tjera. Prandaj kur bim me flet, O mirë mbrëma shqiptare. mirë mbrëma filozofësie në janë mirë, veç pak lutëm. Kur bim me flet, atëherë na e përtrim besimin. Kul, çka kul? Thuaj, çka me thonë? Allahu është i vetmi, po e kam thonë bre Zot, po e ke thonë, po tash du të me përtri. Mandej kjo vjen lutja, Allahu është mbështetja ime, nuk i mbështetem as burrit, as djalit, as profesorit, as shefit, as kërkujve nuk i mbështetem, unë i mbështetem vetëm Allahut. Filozof s'di si inët, po s'ka problem, mirë se na erdhën të vllai nderuar. Mirë mbrëma o zoje nderuar. Mirë mbrëma. Si ja je mirë? Që mirë, faleminderit qëtu me bisedat lira, po mirë. E pyetje bën, Po pa tjetër vlla. me që Zoti është i mirëqirshëm, Allahu i gjithkushteshëm, i plotfuqishëm. Pse Allahu nuk tregohet i mirëqirshëm edhe me fal mëkate të gjithë njerëzve edhe me dërgu në parajs? Në xhenem? Shiko, Allahu ja jep uzimin çdo kujt. E pastaj kush dëshiron me marrë uzimin, ai e merr dhe e shpëton veten, jo që Zoti e dënon ata. Po në atë moment që ai nuk i ngjon X person ose një pjesë e njerëzve të Allahut nuk e dëgjojnë ato rregulla, nuk i zbatojnë, edhe ata të shkojnë në zjarrin e xhenetit. Xhehenemit, shiko, Xhenemet, më fal. Atëherë pse Allahu nuk nëse i ka ardhur fjala, për shembull në xhungull dikush po jeton, ose po jeton me një vend ku nuk i ka ardhur fjala e Zotit, as nga Allahu, as nga Zoti, nga Bibla, apo Tora, apo nga Kurani. Nuk i ka ardhur një personit që është në xhungull, nuk i ka ardhur fjala e Zotit. Dhe Allahu, Zoti pra nuk i dënon ata prej asaj sa s'kan qenë të informuar. Por aq sa kanë bë vepra të mira. Nëse mu më ka ardhur fjala e Allahut, siç e lexuam pra 1 orë e 10 minuta kemi lexu Kur'an, dhe Zoti na ka udhëzuar, atëherë këto sprovat nuk janë prej Zotit që na dënon Zoti. Nuk po Sepse flas ai na ka tregu neve rrugën e drejtë, por na se kemi dasht, normal që Zoti prap ka mëshirën shumë të madhe, ai prap edhe nëse nuk i beson njeriu, thot, ne do t'ja shikojmë punët e tia çfarë ka bërë. Nuk po flasim për një botë të izoluar, po flasim për një botë të qytetëruar që ka zhvillim civilizim për njerëzit që e njohin Zotin, e din kush është Allahu, e din që Allahu është i plotfuqishëm, i mirëqirshëm, edhe fuqi Edhe plot. është ndëshkues. Pra Është kjo ndeshkues, normale, sikurse ligjet në këtë botë që janë, njerëzit i vajnë ligjet, edhe ti nuk i dëgjon ligjet, e merr aty shkruan 100 në orë, ky i gran veturës 200 në orë, 180 në orë, edhe bën një aksident, metet në karrocë. Kjo nuk është ndëshkim nga Zoti, po është nga vetvetja jonë. Sepse na s'mund ta mashtrojmë Zotin, xherisa ai na ka tregu. Kjo është rruga e drejtë. E pastaj na e ndëshkojmë veten. Me një fjalë, për me përmbyll, për mendimin tem, ju mund të keni mendime tjera. Nëse për shembull një profesor 6 muaj ditë, një semestër, ai tan kohën ligjeron, më në fund kur dalim provim, ai ta jep një pyetje me 4 përgjigje. E tash, me 4 përgjigje, prej 4 përgjigjeve A, B, C, D, njëra është e saktë. E tash
Këtu kishte me qenë i pa drejt profesori, nëse mua më ndëshkon, e unë e kam ditë përgjigjen. Por, në një farë mënyre, profesori mu nuk më dëshkon, po më qetë në sprovë, për një pyetje po më jep 4 përgjigje. Kjo është pakës diskutabile, sprovë. Prandaj ka dhe profesor që ta jep për një pyetje dhe ta lënë zbrast aty. Letrë për vendin për përgjigje. Edhe ti çka don shkruan, din, nuk din. A kjo tjetra, një pyetje, 4 përgjigje, A, B, C, D, kjo është një lloj sprove. Prandaj Zoti neve na jep udhëzimin e pastaj edhe na sprovon. Por na besojmë si musliman, unë jam muslimane, besojmë që i kemi sprovat prej Zotit edhe sprovat i kemi prej vetvetes tonë. Sprovat e Zotit janë ato të cilat Zoti në këtë dynja na sprovon. Me marrjen e shpirtit, me marrjen e shëndetit, me marrjen e një shpirt nga shtëpia, me futjen e frikës, kreti ki, po ke frikë për jetën e tjera. Iqbal, a na ka lënë Zoti të lirë neve? Po. Ne jemi të lirë të zgjedhim. I kemi vetmja krijesë e Zotit që e ka lirinë e veprimit. Dhe më thonë, ne jemi të lirë të zgjedhim, e? Po, të zgjedhim. Nëse ti, Iqbal, e vendos sonte që nesër do zgjohesh në orën 6 ose në orën 7, Po? a ka mundësi Zoti për me të zgjuar ty në orën 5? Tash, Zoti ja ka mundësi, me që normal që ka mundësi, po ai na kalon neve. A ka fuqi vepruese Zoti me të zgjuar ty në orën 5 edhe pse e ke vendos ti mu çu në orën 7? Po, normal është, mundët. Pra, do më thonë zgjedhja nuk që ka lirë. Jo, ai ka mundësinë e vetë, por zgjedhjen unë mundi edhe në orën 7, se kam dëgju telefonin edhe jam zgju në orën 7, a kom pas me shku në orën 6, e më ka up aeroplani. Pra po është kjo zgjedhja e lirë, sa e kam futu në normat që Zoti Nuk mi pat ka fjalë për mësuar. çështje telefonit, a dëgjon apo se dëgjon, te pat fjalë të zgjedhja e lirë. Po zgjedhja e lirë dhe që ajo unë e mendoj që ashtu, po zgjedhja e lirë e imja është që une i kam mjetet, se kjo jeta për mua është si një autostradë. Edhe unë e kam atje cakun, por caku është shumë largë, me më rrim prej Prishtinës në Prizren. Po unë këtë jetën e përdori mjetë, e kam mjetë këtë jetën, për me zbatu qatë dëshirën time, për të cilën Zotri më ka lënë të lirë, po para prakisht më ka mësuar. Nuk për të pajtohet, nuk e përgjigje e saktë kjo që thajti Iqbal. Kjo është ma tepër mund ta quajmë si justifikim, por pa Unë morëm sikur. kështu e di se në saktësia kërkon argument dhe vërtetësi. Dikush që ta vërteton. A mund të ekzistojnë diçka pa hapësirë? Pa hapësirën çfarë? Kosmosit? Të përgjithshme, po, të kosmosit ose përgjithshme. Nëse marrim një shembull, ta marrë shembull që ta kuptosh. Nëse e merr makinën e burrit tanë ose makinën tënde, nuk e di a ke makinë ti. Po, nëse merr makinën tënde ti e me fut në xhep ose në çantë tënde, a mund ta fusish dot? Jo, nuk mundesh. Pra do të ketë hapësirën e nevojshme apo jo? Po pra. Atëherë Allahu a mund të ekzistojë pa hapësirë? A ka ekzistuar hapësira më përpara apo Allahu? Ja, Kush është i pari? Allah është i fillimi edhe i mbi të gjitha, është vetë krijuesi i hapësirës. E si e krijoi Allahu hapësirën? Tash, këto janë tema filozofike si e pas keni emrin, po a për Allahun asgjë nuk është e vështirë. Kun feje kun, ai e krijon nga një plasaritje, nga një hapësirën e krijon, edhe madje lundrojnë thot planetet në për qiell, në për vasion.
planetet e Zotit luftojnë njëna pas tjetër. Okej, sa një respekt e natën e mirë. Kjo është vetëm perceptim, thjesht nuk është se ti e beson se funksionon në këtë mënyrë. Sistemi i universit. Sistemi i universit atë shumë thot lundrojnë në për qiell, thot. Dhe asnjëra nuk përplasët me tjetrën. Në atë mënyrë sistemin kozmik që ka kriju Allahu, s'mund ta krijoj dora e njeriut. Njeriu sot për shembull, mos me pas një udhëheqës, mos me pas ato semaforat, mos me pas një polic kur nuk ka semafora, sot në Prishtinë s'kishe mund ti me lujt prej komunikacionit. Do më thonë, gjdo gjë e ka një krijues të vetin. Edhe Zoti që ka krijuar atë vasionën, hënën, tokën, qiellin që sillen, lundrojnë në për qiell, Semaforat nuk janë krijime, semaforat janë zbulime. A semaforat edhe ligjet e natyrës, edhe të gjitha ato që shkenca sot i ka zbulu, nuk janë krijime. Ato janë krijime të universit, por shkenca dhe njerëzit i kanë zbulu me kalimin e viteve. Sepse valët e internetit, valët e telefonit, shumë gjëra tjera kanë ekzistuar me qindra mijëra vjete në tokë. Apo jo? Nuk janë zbulim e një... Ato janë shpikje. Nuk janë... Jo shpikje. Shpikje është kur e merr diçka... Shpikje hyjnore, janë e Zoti neve një herë i ka shpik në ndjen tonë. Janë zbuluar... I ka shpik ato. Janë zbuluar, ne i zbulojmë, unë për mendimin të mendoj, që ne i zbulojmë pastaj këto shpikje të Zotit, se ai ka lënë të vjerura. Kush është ai ma i Zotit që ti ka? Ti që shpikjet e Zotit i thëmë krijimet natyrës. Kjo është krijimi i sistemit natyror që i ka vendosur. Edhe natyra veç emrin që ja keni ndru se natyra është Zoti. Atëherë, kjo ka pikpamje ndryshme, është si puna e numrit 6 që dikush e shikon 6 dhe dikush e shikon 9. Jo është nga aspekti material. Jo, nëse vendosim numrin... Po, numrin 6 e vendosim, është material, është e shkruar në letër, me laps. Po, këndvështrimi është i abstrakt. Krahasimi abstrakt. Për shembull, na kemi raste kur para 1400 vjete, ti kishim thënë dikuj që ka marrë një kohë, një cop metali, gjami, send edhe keme folë prej Amerikës, keme pa e keme folë e send, para 1400 vjetëve nuk kishin besu. Prandaj edhe sot nuk e besojnë se profeti Muhammed, Jezusi, fliste me Zotin, ose Hazreti Fatimja ka qenë duke falë namaz, profeti ishte i shtrirë, Hasan Huseni ishin duke luajtur, edhe erdhe Selman Farisiu, edhe pa që ato gurt që qetë përmi grurin dhe po e blujshin, vetiu sillshin ato, dhe e krijonin mielin, edhe erdhe Selman Farisiu tha, o i dërguar i Zotit, tha, Fatimja po falet, ti tha i shtri, po pushon, fëmit, tha Hasan Huseni po luajnë, po se kam të qartë, që shpo sillet këto dy gurt edhe po krijojnë kokrat e grurit, po e krijojnë mielin. Thot, pse a nuk e ke ditë që Fatimetu Zehra është mukaddes. Mukaddes do me thonë ajo që ka kontaktin me melaçet, se çdo kush s'mund të bëhemi na njerëz të shenjtë. Prandaj këto gjona sot me ja tregu dikujt, ai thot na ishte se ç'na ishte. Prandaj për këto gjona duhet me pas open mind, edhe një diapazon ma të hapur, ma të pastër, ma hyjnor për me mund me ndi në shpirt ekzistencën e Zotit, edhe shpikjet e Zotit që i ka bëha dhe i ka lanë. Pastaj na jemi dikush ma i mençëm, dikush ma gjeni, edhe i zbulojmë, sa i ka thënë Zoti, unë ja kam kriju hekurin.
Hekurin e përmend një sure është Hadid në Kur'an ku përmendet hekuri. Dhe ai ka shkruajtur, unë ja kam kriju hekurin, merrni ju studioni çka mundi me bë kur e përzin hekurin e uraniumit ato këto. Do me thënë, është një bereqet i madh për juve hekuri. Edhe këto janë shpikjet e Zotit, unë mendoj, ndërkaq krijimet e vogla, jo ato abstrakte, na i bëjmë, zbulimet na i bëjmë, se Zoti na ka dhënë mendjen. Nikola Tesla, ato zbulimet i ka bë, edhe pse neve na duket elektriciteti e Newtonit. Nderuar zoti Iqballe, Muhameti është përzgjedhur profet në momentin që ju ka shfaq Gjibrili. Ka pas disa... Apo ma përpara? Po, profeti Muhammed që nga fëmiria ka pas disa shenja, disa sekrete që si kanë pas çdo fëmijë asaj kohe. Pastaj kemi pas edhe njerëzit shejtor. Por zyrtarisht ka qenë ai moment. Në 40, kemi pas krishterin, priftin e krishter, s'di që pati emrin, ai kur e paralajmëron se ky nuk është si çdo fëmijë tjetër e tjera e tjetër. Me po në moshën 40 vjeçare ati zbret relevata, shpallja, edhe kështu vazhdon 23 vjet. A ka qenë Muhameti me katar? A ka bë gabime? Gabime ndoshta ka bë, po mëkate jo. Sepse ata kanë qenë aq shumë të vetëdijshëm, sa që nuk kanë mund me prek mëkati. Plus që Zoti në Kur'an 33, ajeti 33, familja e pejgamberit, innema yuridullahi liyudhhiba, o ju, familja e profetit, që aty hyn edhe vetë profeti, Zoti dëshiron që t'ju mbaj larg nga mëkatet. Sikur e vetëdia aq e lartë ka qenë e profetit, edhe imamve, është sa që ata e kanë pa çka i bjerë dobi mëkatën. Ndërkaq një fëmijë i vogël e shtin dorën te pampersi edhe e fut në gojë. Pse nuk është i vetëdijshëm për gabimin? Se për mëkate ata janë të pastër, të paprekur për gjunaheve. Edhe Jezusi, Ismet, i kanë një atribut. Faleminderit vëlla. A nuk ka bë, s'ka bë me katë Muhameti kur ka shku te familja Sofis? Sofis apo Marijes? Maria, Sofia, çuaj si dush, atje në fshatin që ka shku dhe i ka bra gjithë pjesëtarët e familjes të ai fshati hebre. Kur mori... Mos është për diko tjetër personazh, Halid ibn Velidi ka bë këtë mëkat, profeti Muhammed. Për Muhamedin është historia. Jo, ndoshta e gabuar, sepse profeti Muhammed kur rregullat e luftës kanë qenë vetëm në luftë, që ta kërkoj pak lutem që mos të bëj gabime. Okej, se ju lutem të nderuar miq, te TikToku i vjetër jemi 60, kaloni te TikToku i ri Iqballe Official dhe ma boni live, po masi erdhi ky zotria, po vazhdojmë edhe pak biseden, se masi s'po hy shpesh, po për ndryshe me hatmën e Kuranit jemi duke lexu pjesët e Kuranit në gjuhën shqipe. Çdo natë kur jemi këtu e lexojmë një pjesë të Kuranit shqip nga ky Kuran, pra i Feti Mehdiut, veç e kemi kry, dhe këtë do ta postojmë në YouTube kanal, nesër do ta keni, në kanalin tim Iqballe Huduti. Pra aty e keni këtë kanal. Bytyqi, mo be vlla se s'ka ije se unë jam nana e dikujt. Hajde shkote nana jote, thuja qato fjalë, edhe thuj pse më i nëndë së m'ke eduku. Nuk po mund me gjithë o Iqballe për momentin se më do pak kohë nështë. Okej, s'ka shumë. Iqballe, Adami
Ademi a ka lindur i bam synet? Ato janë gjonat për mu janë banale, sepse nuk është obligative. Pa marrë parasysh, nuk përmendet në Kur'an, po e përdorin për pastërti muslimanët edhe jevrej, jo të krishterët. Hava i bale, a ka qenë mbuluar si ti? Apo jo? Jo, s'ka qenë mbuluar sepse s'ka pas këtë mish. S'ka pas këtë ftyrë, s'ka pas nevoj për roba. Po në momentin kur ka gabuar, Hava edhe Ademi, Hurul Nur, Po Hava dhe Ademi, a nuk janë sipas shëmbëltyrës së Allahut? Të krijuar? Sipas shëmbëltyrës së Allahut, këtu është diskutabile, sepse Allahu kërkujve nuk i përngjan, as është i vetëm, nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur. Është e jeti në Kur'an që thot. Shëmbëltyrës së Allahut, Zoti i thot edhe unë ju kam kriju fil erdi, Khalife do më thënë edhe më këmbës i Zotit në tokë. Dhe shëmbëltyra Allahut është në një farë mënyre edhe më këmbësi Allahut është më këmbësi i fjalës së Allahut në tokë. Më këmbës i shëmbëltyrës së Zotit në tokë. Se Zoti nuk ka as dur as kur gjë. Pra më këmbës apo zëvendës bile dikush e përkthen fjalën Khalife. Nëse kishte me qenë ashtu zëvendës i Zotit në tokë, atëherë kishim me bo mëkatin drastik, sepse si mundet me qenë me qu zëvend, sa pi përngjaj ka dikush Zotit. Prandaj nuk është shembëltyr, po na jemi shembull me veprat e dikujt. Për shembull, baba jem është shembëltyra ime, por nuk do me thonë se unë du të me pas mjekrën e mustaqët si babës te. Po janë veprat e tia, janë shfaq. Baba jot është krijesë. Baba jot është krijesë e baba jem është krijesë, kurse Allahu nuk është krijesë. Nuk është shembulli për më marrë, Iqbale. Nëse shkojmë në makro dhe mikro, shpitojnë kozmos edhe makrokozmos edhe mikrokozmos, baba jem e nona jem janë kriju si jem fizik në një farë mënyre. Nëse kështu pe marim në thojza, prandaj edhe Allahu është makrokozmosi, është ai cili... Sipas ligjeve të tokës, të universit. Po të universit, po na jemi shëmbëltyra e Zotit në tokë, sepse kur i thot Solomoni, i thot, o Zot, thot më bën të shoh, më bëj të shoh, thot pse a nuk të ka pushu bindja në zemrën tënde. Jo, thot, po kam dëshirë me të pa, thot, o Suleiman, thot, unë ty të kom dhënë, të kom bën mbret, që asnjë profet s'ka qenë mbret, përveç teje dhe Davudit, babës tanë. Thot, unë ty, thot, kom dhënë që si mrekullisa që ti flet me insektet, kafshët e egrat, buta, e tjera. Thot, Suleimani, thot, o Zot, po, mos kisha qenë unë në këtë tokë edhe ty s'kishin kuptu. Që do me thonë njeri është shëmbëltyra e veprave mësimeve të Zotit në tokë. E jo shëmbëltyra e ftyrës e Zotit, se Zotit s'ka as dur, as ftyrë, as kur gjo. Aja është frymë, aja është jetë, aja është vdekje, aja është vrasje, ajo është jetë, aja ta jep vdekjen, ta jep jetën, ta jep shëndetin, ta jep të gjithë. A ka nevoj Allahu për ne, për njerëzit? Nuk ka nevoj. Por a i thot në surën Muhammed, pse na ka kriju Allahu, ose pse ka kriju Allahu diçka që nuk ka nevoj për ta. Ashtë njësoj o Iqbale që të hash ti gur, që s'ke nevoj të hash gur, ose të ushqesh me barë, që s'ke nevoj për ta ti. A kupton? Ose të veshish 3 palë rroba, temperatura është 40 gradë, dhe ti të veshesh 4 palë rroba, majica,
se edhe ti nuk e ke nevojë, po ti veshesh. Sepse ti ashtu, adem, ke vendos, po nuk e ke nevojë. Atëherë Që pse kjo është e Allahu, materialistët, pse që Allahu, ju... pse Allahu ka kriju diçka që s'ka nevojë për ta? A jetë ti TikTok tjetër i vallë? Po jam edhe të TikTok-u vjetër, se po I qes tu janë afër Po, 60, 70, kaloni te I riu ju lo. Pse nuk e ndola atje atje të kam follow, po. Po jam duke mbyll këtë tjetrin e kam regjistru, Okay. prandaj edhe këtu të bëj follow, nuk është problem. Shiko, kanë mendime të ndryshme, po unë një gjë që e di që kur nuk e bëj krahasimin materiales me ato të paprekshme në absolut. E të materialistët që ta e kanë, që e bëjnë, do më thënë, krahasimin e materiales me frymën, në abstrakten. Edhe ose të Naim Frashëri, të këta Abdul Basit Falinderit, ose të këta që e bëjnë panteizmin, do me thonë ato bashk vahdetul vujud, që qatë shumë njeri u ngritët, sa që fillon tap komplet me u bashkëdyzu me Zotin. Pak I kom këto tema që duhet mi studiu pak ma shumë, prandaj kjo biseda me juve po më jenë interesante, Duhet pak nuk I ve pik mendimi tim të kjo. Nuk I ve, 3 pika I ve, ama pik jo. Faleminderit për dhuratën. Iqbal, kam dëshirë me bëni debat me ty, por jo sonte, në lidhje me sklavërinë. Aha, okej, bukur, tema interesante. Të martën do të jemi prapë. Sa I përket unë kisha pas dëshirë që to për havën. Shikoni, kur u kriju hava, na mendojmë se atër spati ju thata ka pas veshje. Normal që s'ka pas veshje, por edhe kur do të rikrijohemi, na hymë në varë me qefin, po me mbulesa, të krishterët hynë me roba. Por na I besojmë asaj ringjalljes pas ditës së kiametit. Dhe havën kur e ka kriju edhe Ademin Zoti, veç ja ka ndalu një pemë e cila bën qarkullimin, pra metabolizmin ndryshon me ngrënjen e asaj peme. Dhe ata ju afrun të dytë pemës dhe të dytë I përjashtoi Zoti nga parajsa. Parajsa apo diçka tjetër, një vend tjetër, se Zoti është Rabbil Alamin, krijuesi I shumë botrave. Nuk është një bot 2. Sa fëmi ka pas Ademi? 140 nga 20. Dhe nga 2 bineq. Nga 2 bineq, 140 fëmi, 70 herë ka lind bineq. Dhe Hava, kur gaboj me Ademin, I dolën vendet e turpshme. Edhe kur I dolën vendet e turpshme, Zoti I tha, udkhul, hupni prej këtu, dilni se këtu nuk ka WC. E si reciklim, si e shohin këta djetarët e ehlibetit, thot përmendën Kur'an që pemët do t'i keni mbi kokë, të njëjta si kësaj bote, po pak ma të shishme, ma të mira, ma aromatike, edhe disa pemë që ju kur si keni hangër këtë bote, e tjera. Dhe pas kësaj, thuhet ata se, po ku do të shkoja I bërdlogu sem, veç këto pakës unë që she kam studiu, e bisedu me shokët e mi, kur hajmë 1 kilogram gjatë ditës, për shembull, o ujë, o ushqim, pemët, perimet, bukën e tjera, po nuk dalim në banjo falë shpreje 1 kilogram. Prandaj në xhennet krejt që hajmë bëhet një lloj energjie. As nuk ka që ato marrëdhëniet intime që na I mendojmë të kësaj botës, sepse njerëzit e kësaj bote mendojnë vetëm për çato epshet që s'kan të bojnë ato epshet e asaj dynjas me këtë dynja, se epshet e kësaj dynjas janë halale edhe harame. Në xhenet s'ki halal, s'ki haram, krejt është dëshirën në dëshirën tënde. Prandaj unë mendoj shumë më ndryshe botën tjetër. Pse zonja Iqbale, se kjo më pa përshtypje dhe dole bane shumë mirë që e përmene këtë pjesë. Pse në këtë botë ku jemi sot,
disa gjona e ndaluara dhe këto që janë ndaluara atje, këtu në xhenet janë të lejuara. Po shiko, Kam dëgju një hoxh duke thonë që atje do të kemi verë, atje do të jenë lumet me verë, do të ketë shumë sene tjera, din që këtu janë të ndaluara, po atje do t'i keni me bollek, do t'i keni me shumicë, që do të kënaqeni atje, do të gopeni din. po, Do të edhe fryhen. do të keni ato balkonet e larta me shtylla prej drite. Shiko ta çfarë materiali punës. Pra nuk është ajo bota, një botë si kjo me betoni, me shtylla betoni, po me shtylla prej nuri. S'ka krahasim ajo botë. Këta këtu i mendojnë epshet ndalesat normal, Ajo botë atje, sepse njeriu edhe kafsha ka epsh, edhe njeriu, po njeriu ka edhe dije edhe nëndije, vetë dije, a kafsha ka vetëm instiktin. Kështu që për atë arsye, për mos me ardhur disa skandale shtazarake, Zoti i ka dhënë disa rregulla kur bashkohen i burrë e grua, atë dashurinë e madhe që ja jepni njëri tjetrit, mundet me kalu në mëkat nëse ju nuk pastroheni gusul, larje, pastrim fetar, nga 4 këmbë prap ngritesh në njeri. Prandaj janë këto, nuk janë ndalesa bashk haram, dikush nuk e thot si bashk strikt, se një fjalë në arabisht ka shumë kuptime. Haram nuk është bashk ndales. Pa e ty të thot, o zotni, thot zoti, kjo është e damshme për ty. Madje edhe verseti për alkoholin vjen me 3 pjesë. Pjesa e parë, ata shumë kanë pi alkohol. I thot, hej, zoti thot, keni dobi prej verës, por domët janë shumë të mëdhaja. E dyta ishte, thot, mos hyni namaz derisa jeni të dehur. Do me thonë edhe të dehur pas kanë hy me falë namaz. Sepse nuk është një haram i prerë, derisa ai nuk e arrin nivelin e njerëzillëkut. Bëhet human, ai e pin alkoolin edhe bëhet kafsh. Nivelin e kafshës bie. Prandaj thot Zoti, thot mos hyni namaz, se namaz do të me qenë shpirtërisht i lidhur me krijuesin. Connection. E mande e fundi thot, me të vërtet Zoti thot, tashmo gradualisht e bën të dëmshmën që me largu nga jeta e tyre gradualisht. Pra jo haram, strikt haram, po thot, shikoni, me të vërtet, begjozu, gjaku i kafshës, kafshët e ngordura, alkooli, falli, gjuajtja me shigjeta ka qenë, sot fallet e ndryshme me letra, me kafe, etjera, min ameli shejtan, janë prej rrugëve, punëve të shejtanit. Tash, qaj shejtani, dhe thotë këtu, ju nuk e thotë haram, që se e lexon aty e versetin, Nëse nuk e thot haram, po thot jo prej punëve të shejtanit. Këtu i kemi 5% e janë 82 veta. Hajde të dashur miq, kaloni te TikToku i ri, jemi 24, edhe ma bëni live. TikToku i ri që po e qes fotografin, është Ikbale Official. Ju lutem, kam nevoj për like-at e juj, followersat e juj, pra që po ja qes vesh një moment, që kjo pra mrapa meje që po e shihni, koni Ikbale Oficial. Kaloni te TikToku i ri. Nduket po don me hi edhe dikush tjetër. A vetëm mos na fut njerëz që na ofendojnë, lutem. Po s'kemi çka me po, veç pa emra nuk i fus, edhe pse ju futa, po emri filozof kam respekt. Prandaj ju futa, se për ndryshe që janë ja do emrat për Zoni Ballë, për këtë kësaj që the ti, pajtohem pjesërisht me ty, pjesërisht të pjesë të ndaluar edhe në krishterim duket është alkooli i tepruar, është i ndaluar. Aty e ka të përcaktuar se sa, do të thotë që çdo gjë e tepërt është e dëmshme. Na e dim që edhe bukë me hangër shumë të bandam, jo alkool.
por te pjesa e shejtanit që theti edhe fallit, që këto janë pjesë të shejtanit, shikimit e filxhanit, e të letrave, thash, atër shejtani është e keqja kësaj toke. Po, shejtani, iblisi është qaj gjin që u kriju, gjini që u kriju pastaj në iblis, e shejtani është qaj mendimi i kundërt. Është thjesht mendim apo thjesht shejtani a ekziston fizikisht? Jo, une sa e di, jo, është mendim negativ, drilon nga është shumë bukur e koncepton. Me argument. E kam konsumu me drilonin. Këtë pjesë po driloni është pak skeptik të pjesa e shejtanit, ai mendon që nuk ekziston fare. E nuk ka shejtan. Driloni. Jo, shejtani duhet me ekzistu, se është ekzistenca, ai nuk ju përul. Po nejse, ai ka qenë iblisi faktikisht, ka qenë i mençur për krijesave gjini. Po, iblisi që... Iblisi... E gjini, falë, Po, e gjini. ungjilli, angeli, angel, po, ingjil, po. Angeli është me laçët, Po, angujt e përca. Po. Ama shejtanët, shejatun, është, unë mendoj frymë është, nuk është krijes prej krijimit të Zotit. Iblisi nuk pranoj me rast sejdë përpara Allahut. E po që kjo është, pra pjesë shejtani është ma shumë si frymë, si mendim, po Si koncept. iblisi është qaj që kërkoj, o Zot më jep mundësin që une, unë nuk i rash sejda Ademit edhe nuk po të besoj ty, aje malkoj Zoti, tha do t'jesh shejtan, do t'jesh iblisi malkuar, deri në ditë kiametit, ai tha, mje pa fat që se une ty kom e ti deviju krijesat e tua. Zoti o tha, okej, po jo të devotshmi. E kështu që ma shumë është puna te iblisi, e shejtani unë mendoj se është mendim. E iblisi, e gjinët janë ata të cilët, gjinët besimtarë dhe pa besimtarë, të cilët merren me qëto sende, bateria po shkon edhe këtu. Po si do qoftë, është tematike madhe, po gjinët janë ekzistenca që jetojnë, janë kriju. A munden gjindet ta kontrollojnë mendjen e njeriut, të hyjnë tek mendja e njeriut dhe ta kontrollojnë? Vetëm me lejen e Zotit. Vetëm me lejen e Me lejen e Zotit, nëse Zoti i lejon, pasi që i ka udhëzuar njerëzit si duhet ta majnë pastërtinë sen, vetëm me lejen e Zotit, po prapë gjinët dhe magjit nuk kanë efektin e tyre tek njerëzit e pastër, njerëzit shpirtëror, njerëzit besimtar, qoftë i krishterë, qoftë musliman. Nuk ja ka dhënë atë mundësinë Zoti me depërtu tek besimtar. Po tek jo besimtarët po. Tek jo besimtarët vetvetiu e therasin, se ata janë gjinët dhe mendimet e këqija janë negativitete, të cilat ne i tërhekim ata, i tërhekim... Këtu është një kontradikt tani, se pak më para the që me lejen e Zotit, vetëm nëse lejon Zoti, nëse lejon Allahu, mundet me ndërhy shejtani tek njeriu, apo jo? Edhe tani më themu e thirr njeriu shejtanin për me hyrë tek ai. Atëherë këtu i bën që njeriu nuk s'pas ka nevojë për me leju Zoti për me ardhur shejtani tek njeriu. Thjesht mjafton me kërku njeriu shejtanin ose më ofru shejtanit për me hi në mendjen e tij dhe në trupin e tij për me bë veprime të gabuara, mendime të gabuara, me katu, me bë mëkate. Por ma nëse lidhim me Kuranin, ai po thot Zoti, janë amelu shejtan, mos ju afroni. Zoti prap ma ka dhënë mu dëshirën e lirë. Prap mu Zoti njerë më mëson, më tregon, edhe peshoj që Iqbalja nuk është ka bindet. Ai po thot Zoti, bindjuni Allahut, bindjuni profetit, bindjuni atyre
të cilët ju japin urdhra, mësuesve, dietarëve, imamëve. E tash unë kur s'pi bindem Allahut, s'pi bindem profetit, normal që ai me ndërmjetësimin e vet, Zoti thotë unë ndërmjetësoj përmes veprave të mira. Për shembull, unë kam mund me qenë shumë mëkatare, por kam edhe vepra të mira. Kështu që Zoti prape ka atë mëshirën e vetë dhe thot, okej, Iqbalja nuk është kam bindet mua, sepse i kam thënë, mos ju afro punëve të shejtanit, nuk është më kam bindet mua. Mirë po, Iqbalja prap është zemër mirë, është zemër bardhë, po i bën ja do vepra të shejtanit. Po, me mendimet e shejtanit. Por edhe këtu Zoti më ruan me mëshirën e tij, ai thotë ata të cilët bëjnë vepra të mira, Zoti i apakson veprat e këqija, ja zvoglon veprat e këqija. Ajet kuranor sot e kam lexu. Iqbale, kjo është një temë shumë delikate edhe domethënë don shumë sqarim të thellë, edhe don shumë vëmendje kur e diskutojmë për këtë pjesë. Se po ta marrim tani, e ta bëj një pyetje ty shumë të thjeshtë, po shumë e thellë. Edhe pyetja është shumë normale. Iblisi është krijesë e Allahut. Po? Allahu e dënoi edhe e mallkoi. Pastaj na jemi krijesë e Allahut po ashtu. Njëjtën kohë. A je dakord? Po. Atëherë, vjen një moment që Iblisi e konkuron në një farë mënyre, e konkuron Allahun, dëgjoj me vëmendje që çfarë po do të thonë. E konkuron Iblisi Allahun te krijesa e tjetër siç është njeriu, me ndërhy edhe me komandu njeriu. Do të thonë, Iblisi që është krijesa e Allahut, njësoj sikur ne, e ka atë fuqi, e ka fituar atë fuqi që me kontrollu krijesën e Allahut, siç është njeriu. E është normale që një krijesë të kontrollojnë edhe të hyjnë në mendjen e tij, në veprimet e tij, që ai për veti është krijesë e Allahut, njësoj si ne. E si doli kjo fuqi nga vjen kjo fuqi, nga e mori këtë fuqi? A ja lejoj Allahu këtë fuqi, apo e fitoj vetë këtë fuqi? Kjo është shumë e thellë, Iqbal, nuk e di e kuptova. Po i kuptova shumë mirë, po mundi me ta dhënë një mendim shumë cek. Unë e di që Zoti çdo krijesë që ka krijuar, qoftë njeriun, qoftë e gjinët, që pastaj u shëndru e gjini në Iblis, e nuk i ranë sejdë Ademit, qoftë këto të gjitha këto janë krijime të Zotit dhe në fetrati, në natyrshmërinë e tyre, në krijimin e tyre, e kanë një mision. E tash misioni i Iblisit u ndru në momentin kur ai nuk ju bind Zotit. Dhe Zoti vetiu e la të lirat, dhe i tha, ti ke me mund, tha, okej, tha, ti je i lirë, vazhdoje punën tënde me mos bindje, se prapë edhe ati Zoti ja dha lirin, po ja tregoj se fundin e ka xhenemin. Po ky ma veç gaboi, edhe nuk deshti me u pendu që ishte ma e keqja. Edhe ky veç gaboi edhe nuk e kërkoi kur pendimin, madje edhe është një rast që thuhet në një tek profeti Muhammed se ju shëdon mundësia, kur ka dalë Ademi nga xheneti, nga i vendi ku është kriju, është dhënë mundësia, i ka thënë nëse kërkon Iblisin falje, do t'ja falë Zoti, po ai tha jo, nuk du me kërku falje. Prandaj çdo krijesë e Zotit e ka një mision.